Në fshatin Ranca e Qafës të komunës së Tuzit, një ndër fermat më të mëdha të vreshtarisë së rrushit të kësaj zone po përballet me një problem shumë serioz. Kushtet atmosferike të kohës e rërate forta kanë shkaktuar rënien e shtyllës elektrike në pronësinë e fermerit Pashko dhe Dvukaj, duke e çuar situatën në pasoja të rrezikshme për pronarin e kësaj toke dhe punëtorët që merren me kujdesin e vreshtarisë, por edhe duke çuar në shkëputje të energjisë elektrike për banorët vendas. Sipas të lënave, kë nuk është rasti i parë që kjo zonë ndeshet me problemin e rënies së shtyllave. Pamjet e inxhizuara e tregojnë qartë se është e nevojshme marrja e masave të menjëhershme. Për të folur rreth këtij problemi, ne intervistuam fermerin e vreshtave të rrushit Pashko dhe Dvukaj, i cili shprehu shqetësimin e tij përmes kameras tonë. Osmeta, ne kemi 12 hektar në vënesh këtu. Tash me thonë shqetësimi është, nuk është shqetësimi i vogël, është shqetësimi i madh se me këtë sistem se si punojmë këtu te na, këta kur kumbut nuk guxon për me funksionuar kështu, po na hala nuk i dim disa gjëra po shkojnë tu me lan, për ata kemi gjithmonë sa i përket malizi na si shqiptar gjithmonë kemi të mrapa, se gjithmonë kanë lanë lënja ata se nuk din. E po kësaj herë kanë gabua, kjo nuk ka herë e parë që null. U kam pas dame me veglat mia, kam kalua, tu me punua, tu me i tesha, me i shtërnua veglat e me i qarë diqka, për adam kur kush s'kar me më thonë, sa të ka kushtua, sa të ka ba i dam. Ma të madhën problem qka është se prej këtu e mrapa, nuk e di ta manë sa ka tune, veç vuksanaj, dreshaj, nare helm, sukruq, bozhaj, nuk e di kush tjetë, qka janë tana, qka janë mrapa e këtejna, tana mesin pas truj. Do më thonë nuk kanë rrujmë asnjë prej tyne. Para 4 vjetë janë kërëzuar 3-4 shtylla vetë që jam kënë këto. Se nuk i kisha alana sa tërë për me regullo kështu, me gjithë se me e ban për populltat e për njerëz tu, e më quat njajtit ata njerëz, më thonë fëmijëve që janë kënë fëmijën 7-8 klasë, me i kanë thënë djali se më përshamu, vatren se ka policia. Nuk ka polici, as shtet, që nga i zoti me mihin tokë pa dashje teme. Jo që në tokë teme, për në tokë kur kujna kush e ka në letrat veta. Ashtu që mos menojnë se muj me trem dikush dikanin, as me shtet, as me polici, as me kur zhanë, se jam në tokë teme, në malë teme, në ndjes teme. Të më thaj, e drejta jo në ashtë, a du me lan me hi, as du me lan me hi. Por i gjanë nuk e kuptojnë se dame që më janë ba atë vjetë, në 500 metra gjatë, 5 reda, shtyllat, telat, këput, ardhenjat thyve, mund ka ba, mund nuk e një hi punën teme, menagjimin tem, por në ka ba dikon 700-800 euro bële për me kry. Nuk janë para ato. Por është puna e kohës, se unë kam tjera punë për mu marë, pa mu marë me probleme që mi ban dikush tjetër. E që ka ban ata marrin pare për mes shpinë seme e tjetrit. Ata ne pagojmë rrujme në gjithë cili. Të më nuk me napin falë. I tash me të ardhë gjdo kompani tjetër për me dasht marrë me i shtyllë me të avun dikon, du të me të pagua. A pagojnë ata gjanë për ne? Jo. Kur jam këtë vetë prej Ameriket, me 20 nishin, se jam kanë pushime atje, kam marrë dhe kam shku të drejtori, kem shkua si shok që i ka pas shtjef një camaj, edhe mos gaboj Qagjenovi që a kënë atër drejtori, zdi janë sot a qka punë atina, a disa interesim ka kalzu për atë punë. Zero, më duke vesh sa knaq qka ka nullë, se jo mërë me thonë diqka, po marrim masa për me godi diqka. Zefi dhe Dvuka ja marrë atë vjetë bajegi me atë punë, edhe unë s'kam pranua, por ta të emin ndirë, a i ka lana tërna për me regulua, por nuk ka punë e krye me aja. Kësa i heru kam thënë, a i ka dik, a i nuk ka. Vetë nuk kam shirë ma, për jashtë nuk kam ma më shirë për kur ka. Ja kam lanë tash deri të hanën, e kemi takim me ta, të hanën në 8 gjys, me pasë si kemu marrëvesh, por nuk u kam lanë për me tërnu shtyllën vesh se me e vunë sa përkosisht. Se ata pa më rëzua, pa me të pa rrëm, tanë katuni, atër ka të më qua më shkua të tana këto katune që janë aty, ku janë kryetarët e bashkësisë lokale, për çka punojnë, për çka janë. Fort mirë e din, me rastin e 20 nishit, se u kam kallzu e latërna, nuk kam i lama për me ndollë këto puna. Me prit vetë, a i kam punëtorët, apo mbaron dikush këto, s'kam nevoj për atë punë. S'ka me hi, e di se s'kam marru kur kush të mesin pa rrëm, dhe të reagojnë. Jetash për mes televizionit bëjnë, po u drejtojmë gjithë kryetarëve e bashkësisë lokale, komuna dhe tanë qytetarëve. Ati e kanë adresën në distribuci, ati dhe qkojnë për me folë me ta për me ja regullua rrëmën. Je kësajt kanë me pas veç edhe i kohë përkosisht, deri sa thëmë s'ka male,
nuk kanë me mujtë me kalu e kësajt. Kush do që me në trysh, se mujtë dikush, me ligja, me policia, për me trem dhe i kanë, s'po thëmë veç për mua këto, por për toka tyne që kalojnë, janë gabim. Ata duhet me pagua, se kur kishën takim me Shtifnin Camaj të drejtori atje, janë kënë 4-5 vetë, edhe më tha, aty të kalëzën se sa të respekton, edhe sa fort lullet për ne, më tha, a maj vjetë, i thëmë vetë nuk gudzën me kënë dhe struja e lartë për me venshtit. Më tha, po, për cilja maj vjetër, venshti a struja. Të më thënë, aty dënë me të zënë, si shtovë në malësorë që pick. I thëmë, ke gabu adres. A di ka një gjyqi. E më këshyrë, thëmë, gjyqi një veç letrat. Në katastër, kur kam shoj, kam zirë letrat, kur i shtyllë nuk kanë vizatume në tokë teme. E pse nuk kanë vizatume? Për mos me pagua ata. Për derisa nuk kanë vizatume, unë me punoj e kësaj gjithë që kam qifë se nuk ka kur i sënë senet në një këtë tokë. E për derisa nuk kanë letra, gjyqi nuk një kur zhanë tjetër veç në letra. E na të gjana menojmë që jo mujnë atër vijin e shkojnë i tremin ka disa menojnë se mund është ashtu, mund është. S'muj kur zhanë me të banë se nuk e kanë letra. E me vun ata në letra besa du të me të go për gjithë cilën shtyllë që ta kanë zhanë tokën aty nësë mu që me punua. Se për janë tokë, e kem ble me pare tonë, jo me pare tyne, nuk pagojnë kur i sënseni. Ti i jodë një aty mjallan dikujna, i jodë 5 kvadrat mjallan dikujna erën tëne i mërë paret. Jo, i kam 20 shtyllat kalume për tokë. Çka pagojnë ata? Edhe jo se janë me të ato shtylla, po për gjithë cilën ditë, çdo sekond, si shtot kur me hime punuan to, do më thënë, kam varit jeta, a kam morzo tash, a kam morzo nesër, veç që ata. 24 kur janë rëzu, bashkë njajtë në ditë janë kem punëtorë këtu tu me punua, tu me ki ardhenja. Riskuj tyne se kanë dalë për me pi kafe. Edhe janë rëzu shtyllë. Kur janë këtu prej kafe, i kanë tirë që ka kërësit, ka rastru, janë ligë. Kur kanë dalë jashtë, i kanë pa shtyllat i rëzume. Qa kite në ullë me ba me pamet ata aty, më falë, thët, vinë të më falë veç, ja s'ka më falë. Të më tha, të kënë kjarë tanë malësia, je këta që e dinë se kanë me metë pastruj, si që kanë metë i tash pastruj, se tha që hajde në resni, se s'gudzojnë me ilan një këtë gjenje se si ashtë, nuk gudzojnë me ilan rrëmen aktive, po duhet me e nalë, e për mos t'i nalë, se edhe janë i këto 2-3 ditë të krinita, të dinë që i këta ka me i pritë. Mos sot ka me kem për ja, për 10 ditë, për i muj, po ka me i pritë. Atër ndaqin të reagojnë me kohë, ndaqin të rinë shpijet, mos të reagojnë as pak. Po kryetarët e bashkësive lokale, ata kanë marrë detyrë për sipër, ata dhe të reagojnë, dhe të shkojnë e dinë se ku veti, bashkë me kryetarën e komunës, edhe të zgjedhin problemin se nuk jem na kësaj të, më falë një shprehje bakti, po jem njerëz edhe na. E pse jetojmë në Malzi, na jem prap shqiptarë, për atë jem të lanë në pas doret. Se jo me kënë dikun tjetër i kishin regullu këtë problem ka herë mot. Por menojnë që i hajtë se këta lene, se i kanë u vjezjunafe, mu sot për shumë thirën, thëtë pa mu me ka njës licesën, e ata njës licesën, kanë ropa ata, a menojnë ata për punë, kanë fëmijë të vojlë, kanë mishin për frishidera, po okej, a menojnë ata për para, dhe të menojnë, nuk kanë hera e parë që nëllë, diri kur ma. Në më thajnë gjanë që i ka kalu tana limitet, edhe kësa herja kam lëshuvetën për se kini këtë ditë pak të krenjita, edhe për hirë të zojës, të fest, po tëmë nuk i kam lanë për me godit me kënë diçka për afat gjatë, veç për kosisht. Njajtë në shtyllë veç me në rejtë që aty, kur zanë tjetër, që ata s'gudzojnë as me i ba ashtu, po i kam veç mund një me në rejtë sa me alëshua rrëmen se kur i sën tjetër. Edhe ata ka me gjatë, i dita, 5 dita, i muj, nuk e di, por nuk ka me gjatë ma gjatë. Ashtu që kryetarët e bashkësive lokale, ata du të me këtë partë, që të marrë iniciativë, të shkojnë të kryetari i komunës, të merën vesh me ta dhe me distribuci, se të tanë ne pagojmë rrëmen. Të gjenë ata solucionin, me mu ka, kam thame, mos kini që ka me folë ma, kam advokatin, vazhdojnë me advokat, atër kanë me pa, po kërë një përmet ata të reshojnë se, ka hasë sharë ngosht, kësa i herë bashu ka hasë ngosht, ashtu që më falë një shve, po s'ka me pasë mshira s'pak, se shose kur kush nuk lodhet për atë punë, sa dame, po kam vetë nuk lodhet as kush. Nesër qka do që më nëllë mua, familja sa noj punëtorë, dhe qka me thanë, o, gjunaf. Shka nevoj me thanë kur kush gjunaf. Dhe të kryjnë punën e tyne, edhe vetë ka me thanë gjunaf se kanë me të parëm. Por, o të kryjnë si duhet, ose nuk di qka mu ba ma. Atëra mund të me thoni se kur e keni vënë re rënjën e kësaj shtylle, pra sa dit ka kjo shtyllë që është kështu në tokën tuaj, këto praktikisht pra në breshtat tuaja? Kjo sotën me nxez e kemë vore, ta shakara, diku natë e herët a pramë, diku në, me një herë i kam thirë, kanë ardhe i kanë këshyrë, më tha tash po vi me punëtorë. Jo, që kini pathën se si janë shtylla, se i tu me hi jo as pak.
Ashtu që atëna ka njësë me thirë prej të na ande për me thirë. A di pse thirën ata? Pse e dinë se cilat janë drejtat e mija. E dinë se me në tremë, s'mujnë në tremë, se i dinë drejtat tona, por ata kanë qifër me hase, shteti si shtetë, çdo shtet ka qifë që popullin me paj një vinës që as me ditë shumë, por vërsa të mujnë me hangër bukë. E prej atina që nuk në varet prej shtetit, ati tremen mas fortit, me ata kanë mas shumëtit problem, sa ja thotë në sënë. E aj që e preti rogë prej shtetit, e në varet prej ty në mërë diqka, ata mujnë me luj me ta gjithë si të donë. Putëm janë shumë që nuk i din drejtat e veta, gjdo tokë, gjdo shtyllë që e ka në tokë tina, me ligjë, shteti, kjo në firmë, vërtet, kjo në firmë, nuk në firmë e shtetit, është firmë e dame, se posta fat e kanë da për shpërkullime tyne për me i banë, se nuk kanë se s'kanë pare. O kanë pare këta, o s'ka pare kur kushën malëzi. E pse mos me i regullua? Thot për mirë mbajtje, për cilë mirë mbajtje. Hala i kilë boj nuk e kanë hargju për marrë në e liu shtyllat. Hala i gotë nuk e kanë tërnua. Veç presin me null problemi, atër marrë me i tërnua. Bash, para janë 7-8 vjetë, 10 vjetë, nuk e di, televizioni i bojna kanë aktiv, në atë kohë e ka inqizut e të në kur kem pa problem me mrejsh t'ullt. Që e kem pa për shpije, na kanë para shtyllat e kalbë, na komplet, ke muj me i fut dorën mrenda në shtyllë, kur kush s'ka reagua. Djerë që i kam marrë bash vete, i kam marrë e kam rëzo shtyllën. Edhe nuk ka kënë shtirë me rëzo, pak shtymi ke lona rëzo shtylla. Atë na kem tajnë 3 ditë pa rëmë, edhe i rëtha u godit linjeri. Të më thënë njajta gjatën, se me je këta, pra pu thëmë, këto katune që janë mrapa, që jetash një këtë moment nuk kanë struj, nuk kanë rëmë, të dinë fort mirë se s'kanë me me kry për 3 ditë, po ka mund gjatë me muja. Atër dhe të pregaditën ose dhe të reagojnë me kohë. Pra nëse nuk reagojnë deri të hënën, çfarë masash tjera keni në mend që të merren në lidhje me këtë? Të hënën kemi me pas i takim me ta, ka me pas advokatin të më aty, me pas se çka mendojnë me ba, ose kanë me godit si duhet, ose s'kanë me funksionua e kështu. Ashtu që nuk është boll vetëm prej mejt, se ka me shkoj e pun ka me shku deri në qëllim tem. Edhe kanë me fituar rrymën më të mire, më stabile. Ta na ka tunet mrapa, veç se ka me shku ma ka dalë. Mos se më pengon, se nuk e kemi këtë lini. Na kem tjetër në lini. Por u bara e këshyri për me muni mua atyni e mu ba njerë, po kush të din atë punë, kur kush nuk të din atë punë. Më falë, po gabe, bela jo, ka asish që e din, por shumë pak janë ata që e din. E shumica mendojnë që s'ke ka panë duhet me i banë, jo, ke ka panë edhe s'ka kush ka me të banë. Pra dhe i herë për e ceki për punë, për hirë të atyne plecve, të atyne që nuk e din, se bela dhe kishin reagua dhe të atyne e fmive, edhe për hirë të zojës, të fest që e ke mos të lusin në tërë. Ja ka mundësu dhe kësa i herë për me nërec shtyllën, po jo me tërnua, vesh me nërec sa të kenë rrume dhe këtë ditë. Sa ka me gjatë kjo rrumë, shumë shkurt ka me gjatë. Atër ma mirë të reagojnë me kohë se pas kohët.